Nëse goja ju vjen erë të keqe, jasti të shpëtoni nga ky problem. Aroma e keqe e gojës është shumë e sikletshme dhe më shumë se 80 milion njerëz vuajnë nga ajo në të gjithë botën. Mollët dhe karrotat përmirësojnë tretjen dhe mbajnë sistemin e tretjes të shëndetshëm, pra kjo do të thotë që nuk do të ketë më formim të gazit në stomak. Hani perimet tuaja pasi kështu, fryma e keqe mundet që të jetë një simptom e refleksit të acideve ose çrregullimeve të tjera të tretjes dhe këto probleme rrallë do të ndodhin në qoftë se sistemi juaj imunitar është i fortë. Kosi, bakteret e mira dhe të pranishme në kos mbajnë një kohësisht të shëndetshëm sistemin tuaj tretës duke zvogëluar kështu mundësinë për të shkaktuar aromë të pakëndshme të gojës. Edhe pirja e çajit jeshil ka shumë përfitime shëndetësore të cilat përfshin edhe përmirësimin e erës së keqe të gojës.